Kodi obezitetit. Që kjo ka sfidë. Pse s'me ndarë me lexu na herë tani ma pëlqen na informacione. Janë libra që janë të kushtueshme. Domethënë veç nëse dëshiron me studiu. A ka mirë se ardhjes, po thon bëjrëm se na sulmojnë. Si je? A je mirë? Mirë, faleminderit ti. Apo do Si kalove? Mirë se erdhe në qytetin tonë. Mirë se gjeta, a është sekreti disponimit edhe i buzëqeshjes që kjo ambient i bukur që e pas një shkri? Gjithsesi, me njerëz të zgjedhur punojmë, kemi një staf shumë të mrekullueshëm, edhe kështu kalon dita, domethënë 8 orë jemi këto. Edhe ndryshim mjaftueshëm, edhe ngjyrat e bukura, edhe raftat e mirë. Të dashur shikues, jemi në bibliotekën Latif Berisha të qytetit të bukur të Mitrovicës, bibliotekë e cila ka fillu me funksionu prej vitit 1945, po. E që sot e kësaj dite vazhdon, do më thonë me qenë njëri prej institucioneve më të rëndësishëm të këtij qytetit të bukur, e besa dhe qytetit më të rëndësishëm do shtatë Kosovës. Mirjet, faleminderit që kënda ku më na prit. Jo Mirjet, po Mirlind. E sekreti nga trimit e emrave është se janë 2 motra binjoke njëjtë që unë i kum pas cimelën vit par fakultet, edhe që janë kujtimet më të bukura tjetës tamë dhe po besoj cime edhe tjetës tamë. Po gjithsesi, ne kemi nda kujtimet mira, po besoj edhe tash kemi nda kujtimet mira dhe përvojat punës mirë. Besoj që me kontribu kjo intervistë për juve si televizion, po edhe për gjithë qytetarët e Kosovës. Mirë, çka ka të veçantë biblioteka juve që njerëzit e qyteteve tjera nuk e dinë? Dëgjoj, biblioteka jonë do me thonë është formuar ndër bibliotekat e para në Kosovë, është formuar në vitin 1945 nga disa poetë, disa veprimtar të shquar të vendit, do me thonë që i kanë kontribu vendit, por edhe qytetit Mitrovicës më së shumti. E ndërta është edhe profesori i ndjeri Latif Berisha, që sot dhe asaj dite e mban edhe emrin, biblioteka e qytetit Latif Berisha. Ai ka qenë një veprimtar i shquar, ka qenë një gjuhëtar i njohur, ka qenë edhe atë dashës i madh. Edhe kështu kemi vendos, do me thonë ka vendos atëherë veprimtar që me quajt bibliotekën e qytetit Mitrovicës Latif Berisha dhe besoj që i kanë dhënë derë edhe qytetit, po edhe personalitetit. Edhe bibliotekës gjithsesi. E përmende që e keni numër të madh të titujve, po ajo që më bani më shumë ti përshtypje kur bashkëbiseduam dhe kur e morëm iniciativën mandej bashkarisht për me realizu intervistën, ke fakti që ka shumë lexues. Sa tani përshtypje ndonjëherë që numri i lexuesve në përgjithësi po bjen, kur mi thati do shifra, kur mi përmende njerëzit që vinë me familje me lexu në bibliotekë, atëherë mi ndezi do shkëndia të shpresës, besa dhe kurreshti janë gjithë qysh. Ndëgjë, më thonë, momentin që ne jemi të intervistu veç ka përfundu orari i punës, edhe për momentin nuk mund të hasëm në asë një student, po asë edhe një lexues tek fëmijët. Për shkak se ne kemi përmbyll orarin, mirë po gjatë ditës frekuentohet edhe nga shumë student, po edhe nga shumë fëmijë që vinë e huazojnë librin, e shfrytëzojnë sallën për punimet e tyre të ndryshme, edhe studentat e shfrytëzojnë edhe sallën për lexim dhe për studimet të tyre të mëtyrshme. Kemi do me thonë që përgatitin doktoratura, kemi specialist mjek që shfrytëzojmë, kemi normal student me bachelor, e kështu me radhë. Do me thonë, biblioteka si bibliotekë, si institucion, si objekt, i plotëson gjitha kushtet për me zhvillu mësimin, studimin në këtë objekt të ri që kemi ardhur tash. E përmende që shpesh herë i keni ndru lokacionet edhe tek para një kohe, do më thonë 2-3 mujve asake, e keni marrë tamam këtë objekt që po do këtë tepër bukur, që është ndoshta në mes të qytetit, edhe jeni rahatu kushtimisht. Do me thonë, qatë kohës kur unë kam fillu punën e bibliotekë, do me thonë para 14 viteve, kemi qenë një objekt që ka qenë i bankosi, do me thonë pronë shtetnore, mirë por nuk i ka plotësu kushtet për bibliotekë, po atëherë ka qenë ajo mundësi për me mundësu, mos më mbyll, do me thonë si institucion, edhe kemi qëndru aty gjatë, dikun 7-8 vite, ndërsa kemi kalu para, me thonë, 5 viteve, kemi kalu të objekti privat o publik, Omnisporti, edhe ai për atë kohë ka plotësu kushtet, po bibliotekë s'ke mujt me qujtë si objekt, se si ka plotësu kushtet, do me thonë, pozita ku ka qenë,
e objektit, kushtet, nuk i kanë përputh me standardet bibliotekës. Dhe me iniciativë të komunës, edhe me kërkesë të qytetarëve të Mitrovicës është dhe vendosë, të më thonë të bëhet këto ndërtimi i bibliotekës prej komunës dhe prej qytetarëve kanë marrë vendim që mu ndërtu objekti këto, edhe besoj që i ka plotësu kushtet, i ka plotësu dëshirat dhe nevojat e qytetarëve, aq sa ka pas mundësi edhe komuna me investu. Po do këtë tepër bukur, do më thonë edhe i detajizum në mënyrën më të mirë të mundshme, nëse mundemi me shku në pjesë nalt, do më thonë ku janë të salat e leximit, me i pa edhe ato. Po, gjithsesi. Kjo është sala? Po, këto është sala e leximit, do më thonë, që shfrytëzojnë student, nxënës të shkollave të mesme, specializant të lamive të ndryshme të mjekësisë, student, do më thonë, që janë në përgatitje të doktoraturave, punimeve të doktoraturave, më thonë këto, i ofrojnë gjitha kushtet për gjithë studentët, specializantët, për gjitha kategoritë. Do më thonë, e veçanta e bibliotekës është sepse të shfrytëzojnë edhe prind, që janë në specializim, edhe fëmija aty në vim poshtë lexojnë, do më thonë, e kanë atë mundësinë, afërsinë, me pas ofër një bashkarisht, do më thonë, si familje, po. Po i kemi, do më thonë, atë krijon emocion kur isha që po vinë krejt bashkë me lexu? Është një emocion shumë i mirë, edhe ndihem shumë mirë që kena pas mundësi si qytet, si komunë, si udhëhec, mja ofru atë kënaqësi familjarëve, mi pas edhe fëmijë në afër, po edhe prind, edhe fëmija mi pas prind afër, gjatë studimit. Do më thonë, aty në do ju mbet në kokën e tyne një farë emocione, që kanë studiu bashkarisht me prind. Këtu do më thonë, gani është sektori profesional, e në këtë pjesë hynë do më thonë lamia e mjekësisë, ku është mjaft e pasunume, duke falenderu, do më thonë, organet gjetëse, që e kanë obligim me furnizu bibliotekën me titoj. Lehtësim shumë i madhe dhe për studentat e mjekësisë, që pisho atlasat, se di që dhe ata që i kanë nështë kushtet jo të mira. Janë libra që janë të kushtushme. Do me thonë, veç nëse dëshiron me studiu, atëherë na kemi mundësi mi ofru. Atlasat janë shumë të shtrejt, kështu që një lehtësim shumë i madhe, natyrisht në anglisht, po tash gjeneratat e reja shumica me anglisht, po funksionojnë. Ka, do me thonë edhe në gjuhën shqipe, ka, po një pjesë bukur e madhe është edhe në gjuhë angleze. Me rëndësi shumë lehtësim i madhe për studentët, bazat e farmakologjisë, atlasit dermatologjisë, mjekësia ligjore. Kodi obezitetit. Që kjo ka sfidë. Pse s'me mërë me lexu na herë dhe tani ma përqem na informacione. Alos kurin që të stadë. Unë mund të dopsoj, kjo pjesë? Romane? Kjo pjesë do me thonë është romane, është të vërtej që janë romane dhe janë shumica në gjuhën angleze dhe në gjuhën gjermane. Do thonë këto e kemi donacion prej disa mërgjimtarve, nëse zgaboj Regja e kam bjemrin, i ka pru një kontingent. Jo tash, po më heret, edhe ne kemi nda si faktikisht si sektor, si për donator që janë prej mërgatës tonë. Sa tituj the që i ka komplet? Afërsisht i ka 100.000 tituj. Afërsisht. E këto punimet? Punimet janë të fëmijëve, të shkollave që i kemi në vizitë, zakonisht kemi vizita të shpeshta prej shkollave, prej fëmijëve, do më thonë nga klasa parashkollor deri te klasa e 8. Edhe ata i sjellin si dhuratë? Edhe i sjellin për bibliotekën, edhe ne njihem si borxhlin ndaj tyre mi ekspozu. Kjo është shumë e bukur me do zogj me do. Po ma kujton atë poezinë e famshme Shko dallëndysh. Rruga e mbarë se erdhë pranvera. E fatkeqësisht shumë dallëndyshe po na shkojnë. Veç me atë më na kështu si dallëndyshe, dem baba dem. Këto janë librezat e antarësisë apo? Po. Këto është, do me thonë, tash jemi në sektorin e fëmijëve. Kjo është kartela e lexuesit, do me thonë. Libreza e lexuesit e merr gjithmonë lexuesi me vete. Do me thonë, këtë formë identifikohet se kush e ka librin cilin. Në bazë të kjo është, do me thonë, pasaporti i librit, kjo është kartela e lexuesit edhe librezën e ka lexuesi që e mban në shtëpi.
Do më thonë që ka shumë pas ka lexu, që ka libra i ka lexu këtë vetë që... Jo, që ky libër është lexu. Pes disa antarëve që ka qherë. Ah, libre. Libre. Se kjo është E pasaport. librat shkollor, lektyrat, ka sa ditë kanë drejt me i majtë Do fëmijë? me thonë 2 javë është afati i rregullt, nëse s'mërin me lexu atë veç vjen e bën që regjistrimin edhe vazhdon edhe një afat. Ka lektyrat mjaftueshme që mos me i blenë nxënësit. Ka, mirë po është vjetru literatura bajage, lektyra shkollore është vjetru bajage. Dhe fatkeqësisht nuk po bëjnë një refresh Nuk është Ministria e ribotimi, Arsimit nuk që po më- bëhet ribotimi, po bin tituj për shembull që janë më atraktive për fëmijë, po nuk e kanë vlerën si lektyrat shkollore. Do me thonë se faktikisht këto libra që i kena na në sektorin e fëmijëve për lexim të lirë, këto faktikisht shumica janë edhe filma vzatimor. Edhe ata më veç... Po, ata janë, do me thonë, pritojnë edhe me lexu se e din ngjarjen që zhvillohet. E lektyrën si lektyrë, A kena i lexues për zemre prej fëmijëve që vjen për shembull dhe 3 orë të lexu dhe të ngjarë nostalgji, thu... vazhdimisht po kthehen ata ajo familja që janë prindrit të dy të mjek edhe fëmija. Vajza rend tan kohën, këto i kryen detyrat, merr libra, lexon, i kthen, do të thonë janë ata fëmijë, zakonisht fëmijën e njëjtë i kemi që zhvillojnë lexim këtu mbrana në sallë të fëmijëve. Do të thonë pas kanë dhe fëmijë që mujnë me lexu 3 orë Po, pa... po, 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 po. Me ngrit një tro shpresë edhe të njerëzit e meqëm që janë të na përcjell, se fatkeqësisht nëpër media sot më shumë shohim degenerim. Jo, i kemi disa fëmijë të zgjedhur. Edhe vlefshme se sa me përcjell, domethënë pozitivitet edhe me të bëmë kuptu që pavarësisht sa ecë teknologjia dhe sa ndryshojnë shoqëritë, megjithatë libri mbetet libër edhe krijon emocion ndryshe kur njeri e lexon. Çka ki diçka për fund, më thonë shikuesve të Radio Televizionit Iliria, edhe pse edhe që ajo pjesa u mbet merak me e xhiru, po shpresoj që marrim pamje. Unë mund të vetë ju falenderoj që keni gjetë kohë me ardhë me vizitu edhe me bë publike një investim që është bë për të mirën e qytetarëve. Mas pari, edhe për neve si punëtor, na kanë lehtësu 90% zhvillimin e punës dhe qëndrimin punë, se me kanë një ambient tetor edhe me kanë ambienti toksik, atëherë shkon shumë e vështirë, po është bë pak më atraktive vendi punës. Jo atraktive, po qaq që me ëmbëlsie pas kanë rregullu, e qaq që pas kanë pas të cilin detaj sa po më hitet mu që të mull me lexu një 3-4 orë dhe mos me... Të mirë se ardhën janë gjithë lexuesit edhe dëgjuesit e televizionit. Faleminderit shumë.